që ka marrë pjesë në Kupat e Evropës, thëtë mjaft shumë, thëtë, tregon edhe aktualisht Malisheva është një prej ekipeve ma cilësore në këtë kampionat. Dhe është një familje e cila ndershëm me mirëmban klubit. Mendoj se me pagesa janë shumë korrekt, sa qenë aty. Ne mund të them, unë kom punu para 1 vjet, para 2 viteve në Malishevë dhe kom dalë prej klubit edhe paga e fundit është bonu, si shumë shpesh. Atë pagë të fundit mas 2 muajve mbasit nuk kom qenë në klub, e kom marrë, gjysë pagë në realitet ka qenë, gjysë pagë dhe cile ka qenë. është simbolike, por është një klub që nuk jetë bosh, është një klub që me ndeshmëri të madhe merr pjesë, ngaron, zhvillon aktivitetin sportiv dhe vazhdimisht dëshiron që të ketë ngritje të cilësisë gjithmonë me jetës sportive dhe nuk mund të flas për ato që ka ndodhur, për cilën ndeshje flitet, sepse unë e di një ndeshje fundit, para kësaj ndeshje kemi luajtur me Ballkanin, është mendu për këtë ndeshje apo në ndonjë ndeshje tjetër. Për vitin e kaluar po. Jo, po. Ka qenë në pyetjen ndeshja Drita Llapi dhe aty në pyetjen që ne kemi bërë në drejtim të publikut në rrjetet sociale se kush do ta fitoj këtë ndeshje, Pali Kabashi ka komentuar dihet tashmë loja është e shitur. Pastaj i është kundërpërgjigjshme një herë Amrush Batatina, atë kujtohet kur ishit që ti i nderuar. Kjo ka qenë ajo përplasja ndërmjet dy kokave të dyta të dy klubeve kogja të rëndësishme kosovare, si Ballkani dhe Llapi. Po, unë thash në fillim, në parim jam kundër këtyne kësaj forme të komunikimit përmes portaleve, të cilët dëshirojnë sa më shumë klikime, kuptohet. Po tash, mos u levojnë portale, profesor. Ja, nuk po e lo. Ati komentaj, vetë ka komentuar. Shqo, këto komente ka vend prokuroria, me njerë duhet t'i merë në pyetje edhe t'u lumtojnë rastin. Unë nuk du me hi në detajet tjere, sepse thash në pyetje 2 familje të cilët kontribuojnë jashtëzakonisht shumë në organizimin e sportit tonë. Ju dini që futbolli është 90% e sportit. 90% e sportit, dhe na nuk duhet me lënë hapësinë të zbrazë që dikush në futbollin ton të ngatrohet, aq më tepër kur kemi të bëjmë me familje. Unë e di kush është Llapi, e di kush është Ballkani. Është Ballkani që na ka prezantuar që asnjë klub në Evropë si Ballkani. Ende nuk kemi në historikun e futbollit. As Prishtina e dikushme nuk ka qenë më e suksesshme se Ballkani. Ballkani ka qenë i vetmi klub që ka hyrë në grup, edhe tash nuk duhet. Po, edhe Drita, sigurisht. Po, pajtona me Arsimin, por Ballkani ka kalu grupe. Ka qenë ekipa e parë që ka organizuar. Po, sigurisht, edhe kontributi i familjes Kabashi, Arsimit edhe Baliut, po? Po. Por kërkosh për ma hanë jo nuk por nëse dikush kontribon duhet me pas parasysh këtë fakt, edhe duhet me cek qartë se atë kontributin që e ka ndonë si familje duhet me uqmu. Dhe në asnjë mënyrë nuk duhet shkojnë ndërmend dikujt me ndyt, po të njëjtën gjë po kontribon edhe familja Batatina, por për këto akuza dhe kundër akuza pa u vërtetu përmes proceseve të rregullta gjyqësore nuk mund të flasim në këtu në studio. Ka vend, sigurisht që ka vend, duhet me intervistuar me pa kush ka. Unë muj me fol, tash me hin në analizat del që unë po e luaj rolin e prokurorit, sepse shumë lehtë është me akuzu edhe shumë lehtë është me ardhur në përfundime. Tek e fundit jam i sigurt që këtu gjithë në studio din kush ka marrë pjesë, kush merr pjesë në ato,